Blerin, sa vjet keni në Irlandë? Për afërsisht 10 vjetë. Vjen dhjetori i 2025-ës dhe bëj 10 vjetë që kam lëvizur në Irlandë. Sa ndryshon Irlanda nga një vend tjetër perëndimor për një shqiptar? Jam kurioz sepse ndaj është kam dëshirë të kem fokus. Dikush që është në Irlandë, shumë pak shqiptar besoj ka në Irlandë. Gaboj? Shumë pak, jashtëzakonisht shumë pak, një komunitet shumë i vogël. Ëm në qytetin ku unë jetoj në Galway mund të jetë diku te ndoshta 150-200 shqiptar. Ëm Irlanda është një shtet shumë i qetë. Mhm. Maksimumi që kemi parë turbullira paktën gjatë qëndrimit tim në Irlandë është para 2 muajsh na ndodhi një stuhi dhe na ikën dritat për 4 ditë. Kjo ishte hata më e madhe që na ka ndodhur gjatë qëndrimit në Irlandë. Është një shtet shumë i qetë, ndihet një shtet shumë shumë i sigurt, ka një ekonomi të zhvilluar. Janë të Ë, djathta të majtë në pushtet në Irlandë. Realisht nuk di të them. O konservator o liberal, më dhe është shtet social Irlanda si pjesë e Anglisë. Është një shtet social dhe kam përshtypjen se liberalët janë në pushtet. Do më thënë shëndetësia është falas? Shëndetësia është falas deri diku. Mhm. Ëm, është shtet social në kuptimin që e ka e shëndetësinë falas nëse je i papunë, nëse Mhm. je në mendim sociale, por për pjesën tjetër të popullatës që punon dhe ka të ardhurat mjaftueshme, është një shtet goxha i shtrenjtë me taksa tepër të Pra, larta. pra nuk që nga si Anglia, Anglia e ka falë shëndetësinë tërësisht. Arsimi, në qoftë se vendos shkosh në college, është free apo you have to pay? Arsimi është shumë 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 i mirë. Mhm. Kanë një arsim, një sistem arsimor për mendimin tim shumë të mirë. Mhm. E, e kanë diku deri diku falas, kanë ato tarifat studentore, por që rimbursohen pastaj u jepen studentëve si fonde dhe në krahasim me krahasim me Shqipërinë është i shtrenjtë. Në krahasim me Amerikën është i Po, pra, ato lirë. doja të pyes, sa kushton për dikë të shkojnë në college tuition atje, të them sa është këtu për një që Jo, bën. unë e di, po në Irlandë kushton diku për vendasi, domethënë Mhm. edhe nëse ti ke dokumenta të rregullta dhe nuk vjen jashtë Bashkimit Mhm. Evropian, është diku tek 3.500 deri në 5.000 euro viti. Nëse je jashtë Bashkimit Double. Evropian, ashtu siç ka qenë edhe unë një vit, është 9.500 deri në 10.000 euro, flasim për vit shkollor. Ëm, unë e di kam dëgjuar çmendurira për Amerikën, po ti duhet Këtu shumë e mirë. është e bazuar që ti investon për veten dhe paguaj. Kanë shkuar tarifat janë pa $40,000 viti, po ka dhe këtu community college, ata që janë me të ardhurat vogla, shtete si New York ku i ndihmon. Irlanda nuk është vend i varfër, ka një suficit të madh tregtar me Amerikën, ndaj dhe vend tarifa. Po, Kishit menduar ndonjëherë që do të shkonit në Irlandë, kur ikët nga Tirana drejt Irlandës? e, kur jam larguar nga Shqipëria, jam larguar nga Berati në fakt. Aha. Unë mbarova studimet e larta në fakultetin e shkencave teknike, ish fakulteti i infermierisë, pjesë e Universitetit të Tiranës. Mbarova studimet për teknik laboratori, dhe pasi mbarova studimet, u ktheva në Berat, kam punuar në Poliçan Oh, për gati 2 vjet, po. Um, Dhe beson rrugë e Poliçanit është po e njëjtë siç ka qenë para unë 10 vjetësh. nuk di se si ka qenë përpara, më di kam shkuar tek tunelet e skraparit dhe kam një ide. Një Tani një erdhët në Irland, katastrofë vazhduat infrastrukturore totale. vazhduat Më fal? shkollën në Irland, mbas kësaj u njoft diploma si funksionon. Ehm, më desh të bëja dhe një vit Mhm. studimesh në Irland, më desh të bëja dhe një vit praktik Mhm. Po, ehm,
pune në praktik studentore si pjesë e studimeve dhe si përfundim nuk arrita dot ta konvertoj Aha. diplomën si pasojë e krediteve dhe e gjithë 4 orës së studimeve në Shqipëri. Duhet ta Shpresoj bësh me të parë. Shpresoj të jetë përmirësuar tash. Unë kam ndryshuar komplet karrierën Po, për momentin, kështu që nuk besoj se do t'i kthehem shëndetësisë në kuptimin që të hyj punoj në spital në zanatin tim, por që në një farë mënyrë e ushtroj me si është zanatin që kam tani. si është procesi i mbështetësisë në Irlandë? Merr shumë kohë si zgjat për dikë që vjen nga Europa. Që vjen nga Ëm, Shqipëria, po them. Zgjat, nëse ti varet se si vjen në Irlandë, sepse Irlanda nuk është se është një shtet që ti hap dyert shumë kollaj, sidomos kur vjen jashtë bashkimit evropian. Nëse je brenda bashkimit evropian, procedurat janë shumë herë më të thjeshta. 3 deri në 5 vjet Ja, them jetet. për një shqiptar, sa zgjat Për një procesi. për një shqiptar, procedurat janë shumë herë më të vështira. Unë tregoj kalvarin tim Po, nga kartë studentore në po, em, bashkim familjar, pastaj shumë me kartë rezidence për shumë vjet, gati 5-6 vjet dhe pastaj para një viti, para 2 vjetësh, pastaj mora nën shtetësinë. ka provim për gjuhën? Për shumë Gjermania ka shumë të ashpër. Jo, Ja. jo, nuk ka provim për gjuhën, por nuk ka qenë një problem për mua, pasi Ja, po gjithë dikush që shkon, dikush që lind në Irlandë, merr automatikisht në shtetësinë siç e merr në Amerikë? em, jo nëse prindrit nuk kanë Në shtetësi. nënshtetësi irlandeze. Shumë Jo, mirë. marrin kartën e rezidencës, marrin numrin e punës, por jo nënshtetësinë, edhe ky ka qenë edhe një nga ankthet e mia më të mëdha kur isha shtatzan me Po. Timbir, sepse im shoq është me nënshtetësi angleze, është anglez, dhe Mhm. unë shqiptare, nuk e ka nënshtetësinë irlandeze, kështu që ishim në atë ankthën, ato të mvi mua pasaporta, do të krijohet mua të marr nënshtetësinë para se të vi djali në jetë, se pastaj krijonte një kalvar tjetër dhe për të, dokumenta pas dokumenta, kështu që shqyqyr. I mirë është irlandez, jemi një familje e miksuar mirë. Po, kjo është bota gëbla. Si janë irlandezët me të huajt? Kanë shenja racizmi, sepse gjithkohë, hiq Amerikën, ka Amerika është e madhe, jam kurioz. Irlandezët janë njerëz shumë të dashur, në Mhm. fakt janë mikpritës. Ëm, Tani ne themi pyll pa derra nuk ka. Ëm, por që janë shumë njerëz të qetë, janë njerëz të dashur. Unë realisht kam eksperienca shumë të mira, kam miq shumë të mirë në Irlandë që janë nën shtetas lindur rritur Mhm. në Irlandë, kështu që nuk di të them fjalë të këqija për ta. Janë njerëz më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, kam punuar në sistemin shëndetësor Mhm. këtu në Irlandë nga viti 2019 deri në 2021. Kam punuar si asistente në laboratorin biokimik të spitalit universitar ku jetoj. Dhe më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, sepse ajo vështirësia e temave mjekësore, teknik, por që unë gjithmonë në çfarë do lloj pozicioni që kam qenë në Irlandë, jam ndier shumë e mbështetur nga njerëzit këtu. A vazhdon ai problemi i Irlandës katolik të protestantë, se ka qenë problemi i ka hershëm. Ndihet më apo në Irlandë nuk ndihet dhe në Irlandën e Veriut ndihet më shumë? Ka një ndryshim? Në Irlandën e Veriut vazhdon të ndihet. Vazhdon të ndihet se janë akoma ato tensionet e protestantëve, Po, katolikëve e Irlandë e Veriut, edhe dhe British, ja, ata që e quajnë veten edhe anglez. British. Por në Republikën e Irlandës, jo, nuk ndihet, ndoshta në zona të thella, po unë jetoj në një qytet goxha të madh, e, por nuk është edhe në fakt, edhe vetë irlandezët e thonë që në vitet e fundit, sidomos këto um,
25-30 vitet e fundit, kisha nuk ka të njëjtën rol dhe të njëjtën forcë të fuqi mbi komunitetin dhe janë më liberal se që kanë qenë dhe e kanë kishën më pak frikë se që kanë pasur. It's wrong. Lima është e egër, unë kam ide në stopin tim të parë për në Amerikë, kam ndaluar në Shannon dhe e mbaj mend nga ato një gjelbërim shumë i thekshëm, një gjelbërim pra nuk është klima shumë e ashpër në Irlandë? Jo, klima nuk është e ashpër, është një klimë e butë gjatë gjithë vitit. Ne nuk, nëse këtu temperaturat kalojnë diku te 3 deri në 4 gradë, për shumë ftohtë, shumë rrallë mbërrin temperaturat në 0 dhe shumë rrallë në minus. Problemi i Irlandës është që bie shi gjatë gjithë kohës. Prandaj ka dhe një gjelbërim të jashtëzakonshëm. Shumë gjelbëruar. Shumë e gjelbëruar, është shumë e pastër edhe e pasur me gjelbërim, edhe si pasojë e shiut, ne nuk na ndalon shiu gjatë gjithë vitit. Prandaj gjitha e zona e Evropës është e bekuar nga shira, ndryshe kishin mbajtur Ballkanin, gjermanët, vikingët, gjithë kanë ndrijuar atje. Aktualisht nuk jemi në sistemin e shëndetësisë, me çfarë merr, ke hapur një zyrën tënde private, në mos gaboj? Aktualisht kam një zyrën time private, punoj me terapi alternative, bioenergji holistike, terapi holistike, punoj me terapit me bioenergji, terapit me tingujt, terapit me valët e trurit, dhe në një farë mënyrë gjithë trajnimin në shëndetësi e kam transferuar atë njohuri në terapit alternative, sepse janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe kam një zyrë timen këtu të vogël dhe jam e vetëpunësuar. Nuk thuhet në Amerikë që Irlanda hyn nga ato vende që mund të bësh biznes më me lehtësi dhe është një vend i zhvilluar për sa i përket mbështetjes së biznesit. Është reale kjo për të hapur një biznes? Ti ke kaluar në këtë proces? Favorizon mbështetjen? Mbështeten, procedurat nuk janë të komplikuara, është shumë e thjeshtë për të hapur një biznes, ka edhe fonde mbështetëse, ka kredi me përqindje të ulta, të cilat mbështeten fuqishëm nga shteti edhe nëse biznesi kalon në faza vështirësie, në humbje, ka mbështetje nga shteti në varësi të këtyre kredive. Ka pasur deri para pak më kohë, ka pasur lehtësira më të mëdha në lidhje me taksat, sidomos industria e shërbimit dhe ushqimit. Momentalisht është duke kaluar në një periudhë jo shumë të mirë për sa i përket taksave, pasi janë rritur nga 9 në 13%. Sa është taksa për një biznes të vogël? Unë di të flas për industrinë e ushqimit. Industria e ushqimit ka pasur taksën për ushqimin 9% dhe taksën për pijet 23%. Dhe ata konsumojnë një pak. Kurse tashmë çmimi i taksa e pijeve është e njëjta, por është vënë një taksë riciklimi sipër, e cila është goxha e lartë dhe taksa e ushqimit është rritur nga 9% dhe është bërë 13%. Irlandezët duan të rinë be apo kanë dëshirë si Britania të dalë? Si qasja? Kam përshtypjen që irlandezët janë bëje dashës. Me që janë anti-British. Irlanda e Veriut po nëse ti i thua një irlandezi që ti je British, jenë probleme shumë të ndaja. Janë i 90 vjetë, në të thashe. 90 vjetë. Ti ke ngritur jetën atje, ke familjen atje. Nga del kjo ide që futesh në garë, jo me partitë e mëdha për DPS, realisht kërkon të kthehesh në Shqipëri, e shikon këtë? E shikoj dhe nuk e di pse, por në gati një vitin e fundit,
kam pasur një dëshirë shumë të madhe, ai sa i citeroi tim shoqi gjatë gjithë kohës në vesh që të marrë një career break, një pushim në karrierë, dhe i them para se të ndodhte kandidimi im, i thosha gjatë gjithë kohës që po sikur të kthehemi në Shqipëri një vit dhe i shikojmë se çfarë bëhet atje dhe po si dihet, mbas edhe qëndrojmë dhe nuk e di pse e kam pasur këtë tërheqje kaq të madhe, domos të vitin e fundit edhe i kam pasur syt e kthyer nga Shqipëria. It's okay, ra pak drita nuk ka problem. Por realisht e shikoj, Shqipëria ka resurse të jashtëzakonshme, ka një kulturë shumë të mirë, dhe pse jo të bëjmë diçka në vendin tonë. Kjo është dëshira për të kthyer në vend, po ti je realist për shembull, dikush që ka pasur raste që janë kthyer tek PD-ja u bën drejtor të mëdhej, dikush që e kishte rrogën $8.000 në muaj, në Itali erdhi u bë drejtor keshi. Erdhe vetëm për të vjedhur se $8.000 si merr në Shqipëri. Ti je realist. Dhe dëshira është shumë e madhe, por aspekti ekonomik do të pësosh goditje. Ti je real. Shiko, dashuria për kombin apo dhe ideja për të nisur një biznes në Shqipëri? Sigurisht, unë jam sipërmarrëse, kam qenë sipërmarrëse më para, jam sipërmarrëse dhe dëshira për të vazhduar sipërmarrjen nuk është se më ndalon me kthimin në Shqipëri. Sigurisht që dëshira për të ndërtuar një biznes timin akoma dhe më të madh se që kam këtu është ndoshta jo për ta rindërtuar, por për të vazhduar, për ta zgjeruar biznesin që e kam këtu. Kam luksin që biznesin në cilin unë jam mund transferohet lehtësisht kudo në botë. Këtu nuk dihet, do licencë, në Shqipëri besoj se të pengon njëri. Tjetra që doja të thoja, në Shqipëri janë 2 parti të mëdha, BSE-ja, PD-ja. Sa ke menduar se mund të arrish votën në Berat? Nuk është e lehtë kur nuk hyhet në partitë e mëdha. Ta kanë sqaruar këtë? Unë e kam marrë si një eksperiencë në rast të parë, si një challenge, se nuk po më vjen fjala në shqip. Sfidë. Si një sfidë. Dhe pse jo? Në fund të fundit, unë ndonjëherë them ne ndodhemi ndonjëherë në momentin e dur, në çastin e dur, dhe unë jam një mbështetëse e fortë që nëse të jepet një mundësi, bëje, nëse arrin diçka, testoje, nëse arrin diçka shumë mirë, nëse nuk arrin diçka, në fundit është një eksperiencë dhe ndoshta me zërin tim dhe ndoshta me idetë e mia do t'i tringulloj dikujt në vesh dhe ndoshta do fillojnë dhe do thonë po dale se kjo goca pas ka pasur ndonjë çik të drejtë dhe do të fillojnë dhe mendojnë një çik ndryshe. Ja, po do shkosh të bësh fushatën atje, po, nisem javën tjetër. Po. Atje do të jemi, do nisemi javën tjetër dhe do jemi në teren bashkë me disa familjarë dhe mbështetës tjerë. I wish you luck. Të uroj sa më shumë dhe është diçka, kjo ishte e gjithë, dikush që është në Irlandë, largohet nga Shqipëria, kthehet në qytetin e vet, diçka shumë e bukur.